Nga atmosfera e pashkëve, do t'i kthehemi muzikës, normalisht, sepse ajo na mban gjallë dhe atmosfera gjithmonë është më e bukur kur kemi muzikë. Në studio me mua është një këngëtare shqiptare, një mike e jona gjithashtu, që shquhet për zërin e saj dhe sidomos kur bëhet fjalë për këngët e vajit, e vlerësuar jashtëzakonisht shumë nga Bilbili Nexhmie Pagarusha, kështu që nuk po e zgjas më shumë, dua t'ju njoftoj me zonjën Hatixhe Lushi, e cila ka pranuar ftesën tonë tjetër. Përshëndetje, mirë se erdhe në Gjelali. Faleminderit shumë. Është kënaqësi që ju kemi në studio, që të bëjmë një intervistë sadopak në pak minuta, Me shumë dëshirë. një jetë të tërë kushtuar muzikës, artit. Faleminderit. Ju vini nga një familje që e ka çmuar gjithmonë muzikën edhe kulturën. Në familjen time që kam në fshatin Kokrev të Librazhdit, ajo çdo natë bëhe një fest. Edhe dikush kërcente, dikush këndonte, dikush binte çiftelis, dikush daullës. Pra, unë kam lindur në një ambient me shumë dashuri dhe me shumë art dhe me shumë muzikë. Kështu që nga aty fillova që Ta duash ta dua këngën, ta dua muzikën, ta dua dhe vallën, se kam qenë dhe valltare. Kështu që e rritur në një ambient ashtu u mbusha me dëshirën për të kënduar që e vogël. Dhe që 6 vjeç që kam kënduar këngën e parë në një ar në një lëndin. Një këngë shumë e bukur. Një këngë shumë e bukur që për mua ka... Këto baladat i ka mësuar? Baladat me ka mësuar nëna, ju kam thënë gjithmonë dhe e them me shumë dëshirë që ajo është mësuesja ime e këngës. Ajo mi tregon të aq bukur baladat, sa unë shpesh edhe qaja, se aq bukur mi tregon të dhe më fusten atë botën e baladave, të legjendave, se ato janë shumë të rënda, më thënë emocionin që ta shkaktojnë. Ato si duket u veshën dhe me zërin tim si mezzo soprano që jam, edhe gjatë gjithë kohës më kanë ndjekur baladat, më kanë ndjekur këngët e vajit, qoftë në ansamblin e këngët vallëve ku kam kënduar, gjithmonë kam kënduar këngët e vajit, kam kënduar Ajkuna Qanomerin, kam kënduar Bili Nanës, e plot të tjera, disa balada që i kam pas në Librazhdi, i kam thjellë në ansamblin e shtetit në një mënyrë tjetër, në një përpunim tjetër, në një vokal tjetër. Sigurisht që 6 vjeç e thatë se muzika ka filluar tjetë prezente te ju dhe dëshira për të, pastaj përmende shumë pjesëmarrje në festivalet e Gjirokastërës, në të gjitha festivalet. Çfarë ndjenje ka qenë kur fillove ta merrje pak më seriozisht e më profesionalisht muzikën? Zëmër, kur fillova që ta kuptoja vërtet se po ecja me këngën, ajo më tha që kjo është rruga jote, ti gjë dhe mos ju ndaj. Kështu që e kam ndjerë veten më të plotësuar se kudo në këngën time. Kështu gjithmonë e kam kënduar me shumë dashuri, me shumë mendim, se kënga nëse nuk e përcjell atë mendimin që ka, ajo nuk është këngë. Kështu që mbarova shkollën e mesme të muzikës, mbarova Institutin e Arteve, artet e bukura që është tani për kanto. Kam punuar mësuese në Librazhdi, fillim mësuese muzike, pastaj në ansamblin e shtetit këngë e vallëve e kam mbyllur në një farë mënyre, por me këngën nuk e mbyll dot kurrë. Jo, kjo është një karrierë tjetër pastaj. Nuk mund ta mbylli dot, se nëse do ta mbyll me këngën atëherë për mua nuk do të ketë jetë, se më mbush shpirtin kënga, më bën të ndjehem gjithmonë ashtu si. E tham që njiheni për këngën e vajit. Është kjo që të flan më shumë në shpirt? I këndon më me dëshirë, apo dhe të gjitha? A shpjegova nga kjo nga që nëna mi mësonte ato. I përjeton më shumë. I përjetoj më shumë dhe i këndoj më bukur. Por kjo nuk do të thotë që nuk i këndoj këngët e tjera. Një dëshirë e madhe djalit tim Artit ka qenë të këndoja Bareshën, po Baresha shumë e vështirë, sepse Rixho Mulliçi ja ka kushtu Nexhit, nuk ja ka kushtu Tixhes, apo dikuj tjetër. A është punua për vokalin. I është përshtatër vokalit ashtu. Nexhmie. Por ajo për mua ishte shumë e vështirë, me vite të tana kam punuar, derisa në mënyrën time e kam sjell. Por gjithmonë them këtë në mënyrën time, edhe pse Nexhmia e pëlqente, por ajo e ka. Nona e Bareshës është Nexhmia. Është e vërtet. Kaq. E vërtet. Edhe jam falenderuese Zotit që e kam pas mike shumë të shtrenjtë, ne vinim te njëra tjetra, rrinim tek flunë tek njëra tjetra, e merrja dhe Librazhd bile se kam shëtitur, domethënë kur më ka ikur Nexhmia më ka ikur një pjesë e shpirtit. Edhe prandaj mundohem momente me të ndjera. Momente të papërshkruara kur
I dëgjonte këngët e mia dhe thëriste Naim Krasniqi nëse gaboj, edhe i tha hajde dëgjoj, tha se unë po të ranohem, i tha çfarë këngësh. Edhe ai më më mori për vitin e ri një 2-3 këngë tost kemi ka filmuar, edhe mbaj më mexhin ku më priste tek dera, që gjithë domethënë ne vonoheshim me filmime, me xhirime, ajo më priste. Nuk mund të harroj dot dashurinë e saj, sepse ajo vërtet ishte një artiste e madhe, por kishte edhe shumë dashuri. Ishte takimi i parë me të, sepse më fal, për neve na intereson gjithmonë çdo gjë për Nezhmie Pagarushën, pavarësisht se ajo nuk jeton më mes nesh, por veprat dhe muzika e saj, kënga e saj, kënga e saj do të jetoj me breza dhe unë jam shumë e lumtur që gjithë brezat këngët e saj në një mënyrë apo në një tjetër i sjellin. Të jesh mike Nezhmie Pagarushës është privilegj i madh. Takimi i parë. Takimi i parë është unë udhëtoja nga Struga, edhe tek stacioni i autobusit shikoj dy çuna që ishin nga Prishtina. Edhe ulëm afër një me tjetrin dhe i thash dua ta takoj Nezhmien, e kam ëndër, i thash vite. Po. Kur njëri u hotën, tha unë Nezhmien e kam në pallat, unë desh më plasi zemra. E kisha për fat një album timin saj kishin nxjerr nga Mont Xholali, të cilin e përshëndes dhe ja dhap të çuni i shkruaj dhe numrin e telefonit edhe mendova se u harrua, kupton, dhe ja dhash atë dhe ika, zbrita në librazh. Çunat vazhduan. Mas një javë kur më ka bërë një telefon, unë nuk di si ta përshkruaj atë moment. Ai zëri bukur i ngrohtë ashtu si meloditë e saj. Më thotë ti ç'thot më një herë të pres në shtëpinë time, në banesën time. Më ke mahnit me zërin. Duhet të jetë një artist i popullit, që me një telefonat, me një thënje, pa mendje madhësit, ka thirrë në telefon. Pa ajo nuk ishte mendje madhe, sepse ajo ishte plot. Mendje mëdha janë ata që nuk janë plot dhe duan ta tregojnë veten në shumë mënyra. Njeriu që është i madh, njeriu që ka zemrën, këngën, e çdo gjë që e bën mirë dhe me dinjitet, nuk ka pse të jetë mendje madh. Ajo kishte dashuri pafund. Edhe herën e parë ku kam shkuar me burrin tim, me piktorin, besoni kemi rënë nga Shkupjet, ishte problem doganat e njërën tjetrën, derisa kemi arritur dhe ato një javë që unë kam ndyrë atu, nuk mund t'i harroj. Ishin ditë net me dashuri, me lot, me tregime, me këngët që i dëgjonim të dyja. Pastaj u bë rituali një herë në çdo muaj, edhe sikur unë mos të vija, ajo i bënte telefon, ajo që punonte, shoqëruesja që i rinte pranë, thoshte ti lutem hajde se të kërkon Nexhi. Kështu që kishte ndonjë breng që e ndante me ty? Zemra Nexhi fliste pak. Ishte nga ato që jepte shumë dhe fliste pak. Ajo ishte njëri që nuk t'i tregonte dhe brengat që mund t'i kishte. Nexhi me zërin e vet i mbulonte të gjitha. Ishte një fan, një mrekulli që nuk di çfarë të them. E tani mundohem dhe them se do të bëj një koncert vetëm me këngët e Nexhit. Të sillura ato në mënyrën time. Sepse aty më flen edhe shpirti, edhe zani, edhe gjitha më flen aty. Jo vetëm ju, por gjithë populli mbetet me kujtime të bukura për zonjën Nezhmie Pagarusha, e cila i ka dhënë shumë kulturës dhe vendit tonë. Me falë saj ne kemi një kulturë edhe më të pasur, sidomos në muzikë. Shumë e vërtet. I kthehemi pastaj lidhjes tënde me Kosovën. Ishte pikërisht ishte Nexhi kjo, të thashim me bëri lidhjen, dhe me shumë kompozitorë, me shumë miq, shpresa kur vinte aty Gashi, dëgjueni i thoshte këtë këngë për shembull që ma kishte bërë një këngë shumë bukur s'pata fat Naim Gjoshi, dëgjojmë si këndon ti gjatë lutem, këndoj edhe ti si e ka kjo më edhe këtë, do thonë krijuam një lloj lidhje, edhe unë nuk i ndahem në Kosovë, se kam zemrën time, e kam. Vini shpesh? Vi shumë shpesh në koncerte, në Prizren, në Viti, janë këto disa festivale që bëjnë dhe unë nuk mundet të këndoj këngë tjetër, më duan ose Barishën ose s'ka. Do më thënë, jam e pranishme në të gjitha aktivitetet që kanë edhe më ftajnë. Ju i keni përkushtuar edhe një këngë? Po, një këngë kam kushtuar. Ditën që Nezhmia iku, unë e takoj burim Krasniqin, të cilin e përshëndes, tek shkallët e teatrit, e thash burim e dua, i thash një balad që të ma bësh për Nexhin. Edhe u përqafua me burimin dhe iku, burimi e kishte bërë, unë tekstin ja bëra vetë,
E dua ta falenderoj gjithmonë Burimin që edhe këngën, edhe klipin, edhe filmimin e çdo gjë i ka bërë vetë nga shpirti vet. Kështu që unë jam në borxh me Kosovën, edhe pse shpirti na ka më dhënë dhe këngët, prapë më duket sikur ju më doni më shumë se sa unë. Jo, nuk është e vërtetë, besoj që është e dyanshme dhe do të jetë gjithmonë e tillë. Në fakt, sigurisht që ju ka pikëlluar jashtëzakonisht shumë humbja e Nexhmijes, ashtu siç e pikëlloi të gjithë shqiptarët anë mban botës. U rëndua bota për ty ose shtëpia? Po, u rëndua shtëpia, isha në drek në shtëpi dhe ku një kolegu im Jani, që ki gjithë që është në Samnin, vazhdon akoma, i më tha ti gje, t'jap një lajmë, tha po rrje qetë, tha çfarë më Jani, se kisha, sa herë vini me në Samnin, unë i mera shoqet e mia, shokët i dëgojat e Nexhi. I thash Jani, më thot Jani ti gje, thot Nexhmia, thot ka shku, do të vish thot me ne ta në Samnin, çka, jo i thash, unë nisem sot. Me njerë lajmërova, të shtëpi si kam hyrë autobusit dhe kam shkuar atë natë tek shtëpia e saj. Kam takuar djalin, konatën, vëllezë, ato që kishte aty. Edhe atë natë nuk mund ta harroj sa ishte një boshllëk i jashtëzakonshëm. E di. Ajo e kuptoj. Nuk di tash çfarë të flas. E ndjej sa herë vi në Prishtinë duket sikur ajo do më presi atë ke dera. E se kam kthy më kokën tash nga ajo banesë që ishte dhe ajo lagje. Por që në jetë kështu jemi gjithë vime dhe ikim edhe shkojmë edhe vajmë, por... Njeriu mungon vetëm fizikisht, por kur lëm veprat mira, nuk mungon asnjëherë në kuptime e tillë ishte në Mundi ta kesh dikën shumë afër këtu dhe nuk e don edhe nuk të don. Nëse ajo është atje lart dhe unë e ndjej në çdo moment, në çdo gjë të bukur që bëj, në çdo këngë që bëj, në çdo melodi. Dhe ajo më thonte shpesh ti këndoje dhe unë jam. Mua më duke sikur ti këndoje këngët e Nexhi, duhet të merrsh leje krejt botës që a mund ta këndoj këtë këngë. Aq domethënë të krijonte ajo atë lloj përgjegjësie. Këngët e saj janë kënduar gjithmonë edhe do të këndohen gjithmonë. Janë të mrekullueshme zemër dhe të gjitha këngët janë shumë për Nexhmie Pagarushën, e që nuk është shumë asnjëherë, është pak, por gjithsesi të kemi në intervistë ty, do doja që të ndjekim bashkë disa fjalë që ajo ka thënë kur ishte gjallë për ju. Mua shumë mirë dhe të falenderoj. Ti dëgjojmë bashkë. Jeni shumë të mirë, jeni shumë të mirë. I dëgjojmë? Po zima? Nuk kemi një të parë, po ka shumë mirë, të parë një ka arë këtë të këmë, edhe më ka dhe nuk kom vizhu për të përpare. Në dhe një CD, edhe shumë me të knaqëm me zërin e saj, me interpretimin e shkëlqyeshëm, me muzikalitetin që kishte. Po diçka nuk po e shoh. Nuk di pse. Nuk po e shoh në televizion, ose me koncert, ose nuk i përcjellë në gjitha ngjarjet që ndodhen në Shqipëri. Se dhe në saj, e mbaj këtu në gjërëzim edhe shpesh në të gjëri, edhe sa herë vinë mishtë të mi, të tregoj edhe në gjërën shumë në hangë dhe vërtet shumë në përshin. Mos me kërëm shtu s'kisha pojë për që përte. Se më du me bajlajka, se kjo është në këngëtare shumë mirë, vetëm duhet me të përtu në më dëgjim ma shumë, dhe pas koncerte ma shumë, që pas albume ma shumë, se është në këngëtare mirë. Sa e madhe, e jashtëzakonshme. Jashtëzakonshme. Të thash, fjalët e saj për mua janë një zisha them. Një vullnet për të vazhduar tutje, sepse ajo ka kërkuar që të vazhdosh të këndosh. Në çdo moment e kam kështu brenda trupit, brenda vetes. Edhe sa herë mërzitem, ajo më thonte në një fotografi nga ajo që doli, sa herë më kapllon mërzia, unë i dëgjoj këngët e tua dhe më ikën, thoshte Nexhi me ndo. Dhe sa unë sa herë më kap mërzia, dëgjoj Nexhin dhe knaqem. Kështu janë miket e mira. Po ju jeni të shkëlqyer atë vëja, dua t'ju falenderoj sinqerisht nga zemra që u kujtuat për mua, se atje ka dhe nuk kujtohen për mua. Duhet i lusësh, unë nuk kam nerva mo t'i lusi. Nuk dua as të lusi edhe as të shkoj ti, më merr ti televizion po tjetri. Unë nuk kam, unë çfarë kam i kam dhënë të gjitha dhe prap do t'jap, por jo të lusun. As të më lusin, vetëm të më lajmërojnë. Dhe se në atë vë sa herë të më thërisni, unë do të vi.
Se E vërtet vlerësojmë ndjeva shumë ngrohtë, shumë mirë, E shumë. vlerësoj shumë zonja Hatigje. Me që se jemi në fund, do doja që të pyes pak si profesioniste, si qëndron muzika sot, si të duket ty nga këndi jot i një profesioniste? Unë të them diçka që unë nuk e kam bërë ndonjëherë muzikën që të fitoj, s'kam fitu ndonjëherë nga muzika. Kam fitu dashuri, po. Nga muzika s'kam fituar asgjë. E tash në këtë pozicion që jam, nuk mundet zërin tim ta fus në disa rryma që nuk jam më rahat kështu me zërin tim, me këngët e mia në të mënyrë, edhe e qetë se sa të këndoj tallavat, këndoj gjëra, nuk mundet të bëj atë. Më le të kuptoj që këngëtar mund të jesh, por artist nuk mund të jesh. Këndizë, nuk mund të bëhem dot, të thash, të kohën time kam qenë ajo thigja e baladave, këngëve, një këngë me një mendim, me një... Mbas edhe jam djerë mirë me ta thënë drejtë, nuk më ka shpërblyer kënga shpirtin, ma ka gëzuar, ma ka bërë zemrën mal. Dhe më thonë, më shumë se sa një shumë e madhe parasht një Më shumë se gëzim. sa pasuria, është pasuria shpirtërore. Jam shumë e pasur zemrë, sepse kam dhe një familje të shkëlqyer. Kam një burr piktor që shoku im, nuk është burrim, edhe në çdo moment ai më ka qenë prap pas që... Për krahës i madh. Krahës në të gjitha momentet të eci, të këndoj, të bëj, mos më bëj dikush pis në kuptimin e çdo gjëje, mos më kujdesin më të madh. Kam djalin Artin, që është një poezi vetë, është poet, vërtet, e kam dhe Gjitin juristën e vogël. Pra, këto janë ato xhevahiret e mia, familja ime, dhe jam shumë e lumtur, ta them sinqerisht, por ftesat që ju më bëjnë akoma më të lumtur, se ndjem akoma se po këndoj, po... Je aktive. Jam aktive, po disponohem, po do më thënë, pastaj ju keni shumë dashuri në Kosovë, e them me gjithë zemër. Më vjen mirë, zonja Hatigje. Sinqerisht. Me një fjalë, artistët sot po e lënë plotësimin e shpirtit për para, për të bërë një pasuri Është më të mënyra, madhe, është rruga e tyre. po. Është mënyra, edhe nuk paragjykoj absolutisht. Secili ka mënyrën e ka zgjedhur rrugën e vet, unë kam rrugën time dhe jam rahat në këtë rrugë. Po gjithsesi, kur kënaqesh për vete, ke dëshirë me i pa ashtu të gëzuar edhe të tjerët. Prandaj edhe është një koment që mundemi me bërë ditëve të sotit. Është edhe vështirë, unë jam e re vetë, por unë mendoj që në ditë sotit është këgja vështirë me gjetë persona të tillë që i kushtohen me jetë një pune të caktuar, jo vetëm në muzikë, por Jam kaq e plotësuar sa do të them edhe një lajm tjetër që në Librazh mua dhe burrin tim na kanë bërë qytetar nderi që të dyve do bëjnë një aktivitet i shkëlqyer. Profesor Zhani Ciko, Naim Gjoshi, piktorët e Arifit, pra ishte si një fest, si një mrekulli. Kështu që them se qyteti im na ka shpërblyer në mënyrën e vet. Edhe pse që 6 vjet që kam qenë askën dhe akoma vazhdoj dhe këndoj atje. Shpirtin e kam në Librazh. Atje e kam. Kështu që me këngët që marr atje i bëj edhe i transmeton edhe transmetoj në mënyrën time. Me shumë kënaqësi unë do ta dëgjoja bashkë me publikun e emisionit e Tila Vlen këngën e Dehun janë, meqense e ke marrë me kohë lejen e Nezimir Pagarushës. Kënaqësi që ju kemi, shpresoj të takojmë javë të tjera. Shikues të dashur, ishte këngëtarja jonë, sopranoja, e dashur shumë për juve edhe për publikun, siç është zonja Hatigje Lushi, kënaqësi që i kishim, do të vazhdojmë ta dëgjojmë një interpretim të shkëlqyer të saj.
Tash për çdo nat dina kje dhe ven Gjithë kanë që helmon Për mu po më ngushon Si mundesh me m'haru Të lutem ndihmon Se jetën ma helmoj Ky sharap Çdo do po të shoh Për qafu e me të Si s'patë pak më shirë Në më lanë kohë më të mirë Për gjitha ty t'i dash Për i ka kjo më pëllësi Se bufjet haram i ke bërë Në mban Sa fort kam pi Druse po vdes Pa dashuri Tash për zonat Bide kje dhe ven Gjithë kanë që helmon Për mu po në mëson Ti mundesh më më shpëtu Dhe lutem ndihmon Se jetën ma helmoj Ky sharap Çdo kohë po të shoh Për qafu e me të Si s'patë pak më shirë Në më lanë kohë më të mirë Për gjitha ty t'i dash Për i ka kjo pabesi Se